Miqtë të Top News ju përshëndes, unë jam Gjoj Malcia dhe kjo është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me ngjarjet më kryesore. Ta nisim si zakonisht me politikën dhe drejtësinë. Është bashkuar me ne në studio avokati Romeo Kara. Avokat, shumë faleminderit. Faleminderit ju Gjoj. Mirë, unë për nis bisedën nga zhvillimet e fundit. Do të pritet një përgjigje nga gjykata kushtetuese për rastin Balluku, çka shihet, po themi, si një precedent i rëndësishëm që do të vendoset për element të masave të ngjashme që mund të merren nga SPAK-u në të ardhmen, por dhe një debat i madh politik. Nga ana tjetër, ka nisur një dualitet në Partinë Demokratike, nëse opozita duhet të fokusohet, si thot Berisha, tek kauza e zgjedhjeve dhe tek korrupsioni, duke penguar në një lloj forme një reformim që duket goxha i nevojshëm. Çfarë bën përshtypje avokat në kjo gjendje? Unë mendoj që gjithmonë do të kemi, ligji nuk parashikon gjithçka, s'mund të përqiz. Janë vetëm disa qindra faqe me disa qindra klauzore ligjore, por që nuk mund të parashikohen në çdo rast, edhe gjyqtari vet ka diskrecion, themi ne. Pastaj kur kemi përplasje kompetencash si në këtë rast edhe dyzime lidhur me imunitetin, do të ketë interpretime dhe ka interpretime, do të jenë interpretime nëse do të pranohet për të kaluar shqyrtim. Unë mendova që dje është kaluar për shqyrtim, por dhe besoj që mund të kalojë shqyrtim. Do vendosen datë 4 kjo punë. Do të ketë interpretime të paktën me një interpretim integrues, ku të jetë interpretimi leksikor, literal temine, teleologjik, sistematik u është kur është në raport me hierarkinë ligjore, teleologjik ka të bëjë me qëllimin, besoj se këtu të ndaloj shumë, interpretimi teleologjik. Dhe mund të kemi për herë të parë që të kthehet në një gjykat fakti, gjykata kushtetuese, për të parë. Jo vetëm ma ka të kaluar kompetencën prokuroria dhe gjykata, por a është jetik, si që parashikon kodi procedurës penale, një masë e tillë. Pra, a është proporcion. A preket procesi nëse nuk zbatohet kjo masë? Dhe nuk do të kemi thjesht interpretim, pa pjesa e interpretimit to që thamë janë veçanta, por kur të hymë ke qëllimi, pse është dhënë kjo masë, kjo do të shihet pasaj në raport edhe me qëllimin, si kanë folur legislatorë kur kanë bërë, edhe ekspertët kur kanë bërë të kod, por dhe kushtetutën, ku bazohen. Do të kemë disa korniza ligjore do të jetë më e gjerë, domethënë, do të merret kushtetuta dhe disa ligje, përfshirë dhe kodin e procedurës, edhe kodi zgjedhor, se dhe asaj janë referuar me sa pash, dhe do të shohin, do të krahasojnë kompetencat edhe të kryeministrit, edhe presidentit, edhe të kuvendit. Dhe unë mendoj do të jetë një betejë ligjore me shumë interes për të ndjekur dhe nga ne. Okej. Ndërkohë, pavarësisht, pra po hym thjesht, po të hysh juridikisht, ka punë, duket e thjesht, po ka punë, domethënë. Interpretimi do të jetë i rëndësishëm edhe për shumë rëndësishëm, do të jetë një interpretim, unë e shoh të përzier, të plot, me të 6 parametrat që ka interpretimi. Mund të kemi dhe interpretim ngushtues në një vend dhe zgjerues, analogjik dhe restriktiv. Dhe pastaj do të hymë dhe në konceptin, a është kjo një normë lidhje me papërgjeshmërinë që kanë deputetët zakonisht, apo është një normë lidhur me paprekshmërinë, një imunitet lidhur me paprekshmërinë. Pra, kemi të bëjmë se vetë imuniteti është një institucion juridik. Institut juridik i cili parashikohet, domethënë, për të mbarvajtjen e punës deputetit, dhe imuniteti parë i papërgjeshmërisë është që mund ta e ke gjithë jetën, edhe kur heq dorë ti, nuk heq dorë ligji ndaj ty, të ruan, që ti t'jesh i lirë të miratosh ligje, se mund t'jesh deputet i opozitës.
edhe mund të sulmohesh nga pjesa e mazhorancës që përdor qeverinë dhe gjyqësorin. Por në rastin e ministrës, unë mendoj që do të diskutohet ndarja midis pozicionit politik dhe atij administrativ. Në të gjitha stacionet që unë kam parë, domethënë, sidomos Suedia e ka të lirë, Gjermania e ka të hapur fare, nuk kanë ministrat nuk kanë mbrojtje me imunitet. Italia ka pasur pak më shtrënguar dhe gjykata europiane e drejtësisë e ka kritikuar për pengesat ligjore në lidhje me ndjekjen penale, por Franca e ka goxha rregulluar dhe me kodë etike e tjerë. Ata nuk përshtojnë imunitetin në shpërdorim detyre, në krim ekonomike, në çështje jashtë kompetence dhe korrupsion. Pra, të gjitha ato do të shihen kompleksitetin e tyre dhe duhen parë besoj me qetësi. Romeo, ndërkohë parasisht këtyre problemeve me të cilat qeveria po përballet çdo ditë me spakun për ditë po shohim funksionarë të paraqiten, nuk ka një reagim të fortë nga Partia Demokratike. Pse nuk ka një lëvizje frymëzuese? Po, ditë në ënë shkon Spak Berisha, çohen socialistët dhe flasin për drejtësi, që Berisha përgjigjet para drejtësisë. Ditë në martë, po themi, shkon Balluku, apo shkon një deputet, apo një kryetar bashkie socialiste, apo bën asaj dite. Tani, para dite gjinafqar, pas dite moralist, nuk shkon kjo punë. Dhe ne kemi ditur që këta nuk hikin shtëpi me pajisje, do të hikin. Është një nga qëllimet e atyre që bën këtë reformë. Që këta të mësohen me të instalohen dëshkushmëria, të pastrohet. Se nuk është kaneta vetëm pjesën e PD-s që thotë Rama. Se ka vetë 20 ca vite në pushtet. Kur i thonë kënet, hajta diskutojmë tani me qetësi. Kur ka qarkullim, apo mendon Rama që duke ndruar ministrat, ai do ri gjithmonë i ri. Me pushtetin e madh që ka marrë me de facto, po dhe me kodin zgjedhor që u bë, tu s'ka më rëndësi se ndron ministrat. Tu ka rëndësi, a janë më të moralshëm, të nevojshëm, të dobishëm, fjala më e saktë. Këta persona, këta lidera partije që kemi pasur deri tani, që bëhet fjalë Ram Berish, edhe Meta që e nxorën me sukses nga loja deri tani. Dhe unë nuk mendoj që mund vazhdojmë më me artifica ligjore, dhe momentin që e dinin që do vini kjo ditë, por nuk e pranojnë. Çdo njeri e di do të vi vdekja e ditë, por nuk e pranon. Momentin që i vjen nuk e pranon, ka për me thoj mas fjes barit. Unë mendoj që këta politikisht janë të vdekur. Le të thonë çfarë duan njerëzit. Do zjasi me javë, me muaj apo me pak vite. Po unë i shoh politikisht mbaruar, që të dyja palët. Nuk ka politik pa moral, Gjoj. Tani, ata e din shumë mirë që duke qenë vetë në pengmarrje, duke mos dalë do të vetë në territor të pastër, hajde të gjysim dhe palën tjetër, dhe të kemi barazia armësh këtu te Kërneta. Të dy bashkë e bëjnë Kërnetën fare mirë, japin thonë ngjirat e veta Kërnetës, edhe merren me një tjetrin. Por nuk ka një motiv. Njerëzit në PD nuk ka motiv, janë lodhur. Opozita është lodhur. Pra, nuk do vetëm një stil të ri, nuk është punë skeme. Shfrym. Mirë Berisha, po Berisha ka dhe stafin e tij, e ka kusur madh. I më thonë, 3 madhështor. Stafi do ka... Përveç që do po shkoj paraqiten Spak, siç po paraqiten, si Noka me shok. Po janë njerëz që nuk munden të në vitin në 2025, ku njerëzit janë mendë hapur, kanë lexuar, kanë parë, domethënë, ka një qasje shumë të vjetër në politikë. Nuk i bën dot njerëzit për vete. Nuk bëhen dot zëdhënës të interesave të tjerëve. Nuk bëhen dot njerëzit marrin përsipër një mision publik. Ata kanë një mision të Berishës që e kanë koordinuar me tyrin personal. Nuk kanë stofin e liderit. Siç nuk ka çdo njeri stofin e juristit, se mund të marrësh provimet atje mëson përmendsh, por nuk je në gjendje të abstragosh, të mendosh si jurist, adaptohesh me rrethana caktuara dhe të arrish të shohësh kush normë juridike
duhet e kush jo, dhe kush duhet hequr si norma, revokuar apo amenduar të tjera. Pra, nuk jo të gjithë e kanë, shumë pak janë ata që kanë dhe këtë lloj aftësie, domethënë. Jo më pasojnë politikë. Politika do moral. Hajtë flasim. E dyta do meritokraci. E kanë shëmbur, duke shëmbur meritokracinë, më dhe partive tyre, do vini një ditë dhe do t'i zënë të përfund të tesat. E ka shëmbur me shumë sukses Rama, edhe Berisha para ti. Se Rama kopje Berishën. Ju pëlqen pushteti. Të dy kanë përdorur në momentet e tyre më të këqija në mënyrë demagogjike nismat një antar një vot, kur kanë hyrë për sipër, kanë harruar çka kanë thënë. Janë njerëz që nuk ka gjë që i mban peng. Nuk i mban peng fjalë atyre. Një njerëz që nuk e mban peng fjalë atij, dhe ai më tepër që ti e sheh çfarë ka vepruar në pushtet. Mund të më thuash fjalët më të mira për Berishën sot, domethënë. Me petullat e me mjaltit na serviri Berisha me dorën e vet. Unë e di se çfarë ka bërë ai. Dhe është vepra e tij. Në fund sa jetë çfarë ngel? Ngel vepra, nuk ngel në llafet çka ka premtuar. Ajo ngel si vepër mashtrimi, por ngel vepra. Edhe në këto momente ne po shohim që veprat e tyre nuk janë në shërbim, në dobi të këtij populli, të mirëqenies së tij, për të rritur dinjitetin këtij populli. Shumë kushtetuta dinjitetin kanë vend të parë, por dinjiteti ka shumë parametra. Siç ka dhe anën ekonomike etj. Këta persona nuk janë më të besueshëm. Jo vetëm për ne, po dhe në fushën ndërkombëtare. Këtë ja siguroj 1000%. Dhe të harrojnë ata njerëz se do marrin më një mandat 5. Avokat, përmendë ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara, çfarë qëndrimi do të mbajë nga këtë tutje? Shumë aludime sikur Amerika do të tërhiqej nga SPAK-u, nuk ndodhi kështu, ka patur deklarata vazhdimisht në mbështetje funksionarë që e kanë vizituar strukturën e posaçme, që kanë takuar prokurorët e dosjeve të nxehta. A tha në të sroku në i dhe ku e keni Amerikën, Amerika iku, nuk i doli. Njerëzit du të shohin, që ka ky njeriu që thot perla që bin nga qielli? Me papërgjithshmëri e tha atë. E që një masë përkohshme për të gjithë punonjësit e saj në ato departament në gjithë botën. Dhe tek ne u kthye më shpejt se vende tjera dhe më fort. Aty ke Obdatin, po. FBI, po. DEA, po. Që të temë ndani? E ty u bërë kurioz, sepse vajta vizit në DEA, unë, apo mbamën. Aty i ke. Pranishëm. Dhe në urim e pavarësisht Eurojustin, atë flitej për... Po, Europolin, po. Shiko, këta do të duan që të humbi interesin Amerika dhe Europa. Unë për të jam sigur që këta të sundojnë e të mbetrojnë këtu. Por nuk e humbin ata. Në ata do të bësh politik, jesh i ndershëm me ata, për së pari i ndershëm me popullin tënd. Pra, duhet dishtuash jo, për intereset popullit tënd. Po a kanë bërë këta politikë si burë shteti? Jo, kanë bërë politikë personale. Se kur ti e dorëzon shtetit tu bandave edhe njerëzve pa lidhje, rrugashve pa lyrë, që i bën dhe deputet, se i ke frikë, se i ke fobi. Jo më pasaj e fuqive të huaja. Ka që bën? Ndan të kemi vënd të arruash të ashtosh tufën, e copton tufën me ujqën. Asë më shumë, asë më pak tradhtar të racës tonë, të vendit tonë, me gojën plot. Dhe kanë konceptuar qartë, këta që vjedhin, që bëjnë korupcion, nuk është thjesht, dhe që i lënë këtë lloj kodi. Jo, jo. Ky korupcion është barës me tradhtim, ka tradhtuar besimin tonë. Janë mashtrues publik. Çfarë thonë në fushata, nuk e zbatojnë qeverisje. Me thuaj mua, sa premtime janë dhënë 2013, janë bajnë bënd përmënd shumë, që ka thënë Rama. E vetëm fushat që ka dalë me një program europian të mirëfill dhe tjerë. Asgjë. Po mi më tani, po plakësh duke mbajt karikën e pushtetit, për qa pa e mbanë? Qa po bënë? Do pushtet se do të jesh pushtet. Po sa do të hashet pish, ku do i qosh? Dhe jeta është ka një kufi. Ne jemi të gjithë të afatizuar. Asnjë nuk e kalon
kush ka lindur të vdes të ta e kënga Tiranës. Për qa për e bënë gjithë të? Por qa arrite? Qa fitove? Pushtet, se e manjak e pushteti, nuk kupton të jetën ti pa pushtet, shu dhe Berisha e tjerë. Me që nuk hikën, si shduhet hikën burrat e mirë, do hikën me ligjë. Po unë i shofë të zhveshën nga pushteti, që të dy. Ja, po e kanë fushën bosh vetëm i një tjetër, merren vesh shumë mirë me një tjetër. Po që është tani, dalin ministrat e këti, merren me biznesmen e këti, dhe i tropoj, më të afërmit Berishës. Ka marrë fund. Një pazarin, dyrë, një talje, edhe trash, po dhe poshtër, me këtë vënd, ka të lodhër. Dhe po më tepër që pasojët e kësaj politike janë genocid. Ka njëgur gjithë shqiptarët, po pëse po e bërën tani, po e bërë për karierën time? Po të i gjithë fëmijët e mirë dhe të rinë rraqet e këtyre që kanë, se kanë këta fëmijë, i kanë dhe gjytyrima. Dhe ashu i paqit i dënoj Zoti. Më keq, si s'po na dënon ne, që po qajnë pitan, që na ikin. E them, kur këthejnë dhe aksidentalishtën, shqyqy që po këthejesh të shofë, të të marë ere, them, njësë. E të gëzoj raca këtyre, raca të ratharve, po jo, nuk është shumë. Ta kanë bjell një revolt të njerëzit, dhe nëse nuk është, Berisha nuk është pjesë e njerëzit, e Berisha përqarës, po mos jetë Berisha atje më kemo që nesër. Nuk jam pjesa njësë. Si disa që mbroni një metën dhe sërmoni Ramën, edhe ka artu në kratim, po mbronte Ramën pasaj. 3 vjetë me mua në debat, mbronte një metën. Po jam politikanë, më thot e. Politika ka moral. E punë e këtyre. Këta Berisha për qanë, Rama për qanë. Një pjesë e madhe për dësë uren Ramën, një pjesë e madhe për sësë uren Berishën. Këta s'mu ta bëjmë vëndin. Ta janë përqarë, se kanë përqarë, kanë ecur me përqarë. Pavarësisht që njerëzit edhe kuptojnë, po edhe se parnojnë, po edhe nuk kanë kryo stereotipin, që këta bashkë me pazare. Pra, atentate me malë që i kanë bërë demokracisë, që vranë demokracinë bënda partive dhe në gjithë Shqipërinë, është kodi zilorë nga 2008 dhe i tani. Shifi bizneset. Pastaj e kanë dorëzuar vendin dorë krimit, ndërsa SKCC nuk kalon kur në përmjet policisë, por nga prokuroria europiane në prokurorit tona. Ky është një fakt. Dhe kemi në Europë, një që unë e kam dëgjuar shumë mirë, ka që kemi quar dosjet atë një polici në kufi, një shefi policie në kufi, nuk e eq njëri. Pse? Të këta kanë përbosh trafikin dhe sistemin timës, kur kalon në një kërkim, e të kalon çfarë duan që atje, por ne nuk i dim edhe. Bota nuk i di? Avokat, nërkom PD ka patur 2 foltore të ndryshme nga Berisha, Saljani ka bërë një përpjekje. Ku mund të shkoj kjo përpjekje? Çfarë mund të arrijë? Po kur njerëzit, në qoftë se kanë bërë thjesht për të çuar mesazh, për gjë tjetër. Në qoftë se kanë seriozisht, do dalë diku. Nuk ka gjë pamundur. Vullneti i njeriut, kur ke një vullnet fort dhe një kaos drejt, malet i qonë për pjetë. Se që ka vullneti i këti Ynor dhe i Ramës, e së që ka i Joni, shu i kam logaritur, ku kam përplasë. Dhe kam përdorur vetëm të drejtë dhe mija kushtetuese, dhe u kujdeset mos kisha as minimumi në një post i caktuar, të do t'i hapja pun këtyre. Po arrojnë që kush është në rrugë të Zotit, mjafton t'i mbështetet Zotit, dhe ka të siguruar atë faqe bardhësinë e tij të paktën. Që nëse do të kenë moralin e dur, do të kenë motivin e dur, do të kenë forcën e dur, se është dhe Ali Mehmeti, një djalë i shkëlqyer. Po, mund të bëjnë, shumë gjëra mund të bëjnë. Se njerëzit e kuptojnë, dakord, po ri Berisha atje, po shkon 2007, do t'i humbi zgjedhjet. 2009 do t'i humbi çfarë po pres njerëzit. Por çfarë po rinë atje? Për çfarë po durojnë një, ajtë më tepër që kështu duke pasur rrogat mira si deputetat opozitës dhe biznese, pjesa e këtyre opozitës është komode, vetëm bërë opozitë, bilas nuk punojnë, se këta të pakun do merren me ca procedura, do thinin çik më përpara se këta. Këta rregull janë. Me makinat mira shkojnë një pjesë e tyre etj. E pjesa që është ndershme, si duket Saljani ka reflektuar mirë në burg, ai e ka kuptuar lojën,
Edhe ka thonë, le të bëjmë pak në diçka punore, qofse ka me burni, me ndeshmëri. Pa hile, edhe ka shi vetës, po dhe ka shi njerëzve që i shkojnë pas. Po ta kuptoj që duhet dikush bëhet sebeb. Do ketë mbështetje. Do ketë mbështetje. Pa nuk mos ketë tabu. Çfarë duhet ndryshuar që të rregullohet vendi? Çfarë duhet ndryshuar? Unë kam thonë, ky establishment politik shkojnë në shtëpi dhe para drejtësisë dhe t'i merret pasuria, se kemi këtu hallin. Tu kanë hallin këta. Ta marrin vesh shqiptarët që këto që vinë si investime strategjike ndaja nga jashtë në parat e këtyre. Se i bën kompani ta në Arabi, apo i Arabi, se këta kujtojnë se ta hedhin këta. Nuk kanë për t'ja hedhë, më thë. Janë parat tona që këta kanë marrë duke vjedhur këtu, me trafikun e tjere, që i sjellin këtu me offshore e me kompani tjera me pesanome. Ne dim edhe oligarkë shqiptarë që janë pesanome të këtyre personave. Me gjithë, çdo gjë ka kohën e vetë, çdo natë ka fundin e saj, dhe mbas çdo vuajtje do vi lehtësimi. Unë jam optimist në përgjithësinë time që ky vit që po vjen do të ketë ndryshime shumë të mëdha për Shqipërinë dhe pozitive për Shqipërinë. Avokat, një dektarat që ka... Nuk e patë eminin, se e morë si rutinë. Do të ketë ndryshime të mëdha dhe pozitive për Shqipërinë. Po shpresojmë të ketë? Po mirë, po mirë. Do ta kapësh mirë. Avokat... Se nuk është ndoli vetëm në ëndër. Po shpresojmë të ketë... Po pa tjetër do ketë. Pa tjetër do ketë. Një deklarat që ka bërë çudi, avokat, ka të bëjmë... E ke parë qeverinë të shkërmoqur, moralisht ka rënë tokë qeveria. Okej. E ke parë shkërmoqur? Po çfarë do ndodhë, kjo është pyetje. Po mos. Do ndodhë, për ku është nis vija ujit, thotë Zoti, aty të shkojë. Okej. Çfarë kanë lypur do ta gjejnë? Doja të pyesja dhe për një deklarat të Ilir Metës që ka kërkuar vullnetarisht të dëshmoj për 21 janarin. Ai thotë që kanë dhe materiale sekrete, mund të ndihmoj i këtij, si thua, asaj proteste për zbardhjen. Shikoj. Çdo njeri ka disa drejta. Pavarësisht që është në burg, edhe gjithmonë kam qenë ky të ketë drejtat e tij. Në gjykim, Berishat vetën dhe Rama kur t'i vi radha. Se nuk jam me atë parimin pa drejtësisë me pa drejtësi, se quhet pasaj drejtësi. Edhe unë mendoj që kishte drejt Fredi Beleri të bënte kallëzim, bërin kallëzim, mbas kallëzimit i tij jo kërkora përfundoi në burg. Ai ka drejtat e tij si qytetar. Besoj se s'ka bërë mirë që nuk i tha, po diçka ka thonë 2015 në parlament, kur i tha Berishës nuk e jap 2 herë dorëheqjen për shkëlqen Berishën, dhe në videot e përgjimet e priftit ka dalë çuni jote të tjerë, shiko çfarë ka bërë ky budalla im, ishin fjalë e Berishës, thënë Metës. Mirë është ta thotë vetë këtë, unë di që do thotë një gjë tjetër. Le të gjykohet në themel në të gjitha anët 21 janari. Unë kam një bindje që Berisha, ajo vrasje ka pas një motiv, pra prandaj është krim. Nuk është kështu pa kujdesi, ka pas një motiv. Unë bëj pyetje, a ka qenë motiv për se më protestë dytë policia nuk mbante do të nguriz, ato gura, ato shkopi, ato huj kokës. Ka qenë një sinjal që këta mos mblidheshin më për protestën e radhës, që do ishte edhe më e fortë, që ka pasi protestë dhe nuk mblodh më. A ka qenë një sinjal? Shoj. Pra nëse do të vërtetoj krimin, policia do të shoj motivin. A është ky motiv apo jo? Sjellja e palëve përpara, për gjatë protestës dhe mbas, vlen të shihet tani, jemi ko larg, më të qetë, të shihet tani me qetësi më të madhe. Dhe unë mendoj që është një krim shtetëror dhe politik njëkohësisht. Kush ka gjunahe, ti mbajnë kuriz nga të gjitha palët. Nëse Meta ka për tonë diçka ta thotë,
Më mirë sot se kur, domethënë. Ta thotë, nuk i ndalon njeri atij drejtën për të dhe për proces. Po sa vlefshëm mund të jetë. S'ja ka heq njeri drejtën. A kishte, nuk kemi diskriminim. A e kishte Beleri drejtën për kallëzim? Edhe ky ka dieni për ca gjëra si kanë tjerë. Ta thotë. Po mua duhet dëgjohet, patjetër. Okej. Jo ai, por dhe çdo person tjetër. Presidenti Topi, ish kryeprokurore Rama, edhe shumë persona tjerë. Kryeministri Rama mund të thirret. Person në dieni ka qenë kryetar i opozitës. Po të hapen letrat, besoj se do thirret. Po të hapen letrat mirë. Pra nuk është më një tabu. Thirrja e kryeministrit. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Si që ka tabu. Apo e thret një ish kryeministër, që është Berisha. Po një kryeministër në detyrë është vetëm një gjë që s'ka bërë s'paku. Po mirë, tani këtu janë përplasur dy palë. Do shkoj dhe kënë, qofse e shet të arsysh me prokuroria e gjykata, ose avokat e palëve, se varet, gjykata e pranon, edhe thret, se kështu është në proces. E kërkon njëra palë, nuk ka rëndësi se kush, gjykata e pranon, thritet. Kur mendohet që ka ndihmon procesin, pse më çfarë është? E ne që kemi shkuar për gjyqje të mbajtë Shqipërinë edhe u lëm pas punët tona, s'na ka bërë lopën, s'na ka gjetë gjë. Kemi frikë nga procesi. Bile u shkëm me qef në trasën e mobile. Si ekspert, për tjetër. Okej. Avokat, faleminderit shumë që ishte. Faleminderit ju, e kënaqësi për mua. Bisedonim. Mirë, shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.